Vritet nga buri 29 vjeçaria shqiptare në Kanada nëne 4 fëmijëve. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Brampton, Kanada, ku një 29 vjeçare shqiptare shqylluar për vdekje me armë zjarri nga bashkëshorti i saj 38 vjeç. Sipas raportimeve të mediave vendase, buri i Savannah Kullës, nënë e 4 fëmijëve, e ka qelluar atë në një parking duke lënë të vdekur në vend. Autori pas krimit ka marrë një prej fëmijëve të tyre dhe ka tentuar të largohet nga vendi i ngjarjes me automjetin e tij, por është ekzekutuar nga policia në tentativë për ta arrestuar. Ngjarja e rëndë ka tronditur komunitetin e Brampton, ndërsa vjojnë hetimet për të zbardhur arsyet që çuan në këtë tragjedi.